Lëvizja anti-bigjoz paralajmëron protesta të reja si rezultat i mos përmbushjes së kërkesave të tyre nga ana e autoriteteve për dislokimin e kazinove dhe pastoreve nga vendbanimet. Jushi Emërllahu nga kjo lëvizje tha se kanë sjellur këtë vendim pasi përfaqësuesit e qeverisë nuk kanë pranuar të takohen me to, pavarësisht se u kanë drejtuar 9 emaile kryeministrit Hristian Mickoski dhe përfaqësuesve të Vlenit. Viti 2023 ka qenë dikundi 1 miliard euro vjetore që ka marrë UJP-ja, tash për momentin 2024-2025 është marrë 2.8 miliard euro UJP-ja merr nga lojrat e fatit. Kjo është një çmenduri, thjesht ta themi kështu, pasi në vend që të zvoglohet numri i kazinove dhe bastoreve, në shtetin ton vazhdon të rritet enorm numri i lojrave të fatit. Prandaj ne bëjmë një apel te kryeministri dhe te Vleni që të ndërmarrin masat urgjente, pasi situata mund të del nga kontrolli dhe të eskalon nga ky virus që na ka kapur deri tash. Ai ka shtuar se deri më tani nuk kanë realizuar aktivitete për shkak të premtimeve që kanë marrë për zgjidhjen e kësaj çështje, megjithatë shton ai, janë bërë 2 vite dhe nuk është ndërmarr asnjë hap në këtë drejtim. Vije kuqe ka kalu, pasi e kemi prit pak tepër për asaj që dashta presim, se u bë 2 vite që kemi pas garanca dhe premtime se do të ndërmerren diçka dhe do të largohen nga vendbanimet, de facto në terren ndodhen e kundërta, në vend që të zvoglohen ata janë shtuar. Kujtojmë se në mars të vitit 2024 Parlamenti nuk arriti të miratoj ligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili do të parashite që objektet e lojrave të fatit do të zhvendoseshin më shumë se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme, ndërka qeveria aktuale më 7 gusht dorëzoi propozim ligj të ri për lojrat e fatit në kuvend, por edhe ky propozim ligj u tërhoq nga procedura parlamentare, ndërsa është rikthyer në procedurë qeveritare për precizim të mëtejmë.